Përshëndetje dhe mirë se u riktheni në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Sot është shtunë dhe unë jam ngritur që në pikë të mëngjesit sepse e kemi lënë për të takuar me Rean. Do dalë me Rean sepse i kam porositur një agent të mbi Re Studio, duke qenë se ne organizojmë vit për vit aty në zyrë Secret Santa dhe unë zgjodha emrin e një koleges time që vendosa t'i bëj dhuratë një agent. Shpresoj që kjo video të dalë pasi të organizohet darka e fundvitit edhe mos ta shikoj më përpara që mos ta kuptoj se kush është dhurata e saj, në qoftë se i shikon videot e mia. Por përpara se të dal tani me Rea, sepse Rea më tha që do vonoj pak, ju futa po mblet shtëpinë komplet, sepse kam shumë rëmuj, madje kam parë edhe në ëndër, sikur më erdhën njerëz, edhe unë nuk kisha larë tualetin, edhe jam turpëruar, jam fliqur, sepse kam 2 javë që nuk e kam larë tualetin, duke qenë se kam qenë sëmur javën e kaluar edhe nuk pata mundësi të bëj asgjë, sepse nuk ngriesha dot nga divani, nga krevati. Çop punë tani përpara se të dalim. Shikoj si bëj punët unë, shikoni? Ja. Ja. Me që kohën e kemi me diell sot, vendosa t'i nxjerr rrobat të thajnë jashtë, edhe pse e di që nuk do thajnë, po hajt mo. Pastaj në darkë do i fut prapë brenda, se s'kam çfarë bëj. Nuk kemi tharësi në shtëpi që t'i fuse dhe t'i thaj shpejt. Në fakt duhet marrë një. Dhe mami, kur erdhëm te kjo shtëpia, më lut, më tha të marrë një tharëse, jo. Ja, se kemi balkon. Po ja që tharësja duhet në çdo shtëpi, me apo pa balkon. Sepse në dimër të gjen belaja. Mi jam bërë rrobat kapic për t'u larë, se nuk po thaj do të këto që kam nxjerrë një, që të futi laj ato të tjerat. Erdhi Rea si babagjysh me dhuratë. Hi! Mbaruam? Foto video. O kënaqëm, duke ngrënë, duke pirë, duke bërë muhabet, duke bërë foto. Fundi. Erdha dhe në shtëpi, më në fund të mblodha për shtëpi. Po nuk e kemi marrë vesh fare se si na ka ikur ora sot me Rean. Laf, muhabet, nga një lokal te tjetri, xhiro. Emreja tani u zgjon nga gjumi. Pinajtë na shkiton. Ishte në gjumë, unë e kisha lënë kondicionerin ndezur me idenë që kur të vija në shtëpi ai do ishte ngritur, edhe kur të ngrihej ai shtëpia do ishte ngrohtë, edhe ja pastrova, kam vetëm kuzhinën për të sistemuar, se nuk arrita dot ta pastroja në mëngjes kur dola. Po do ta bëjmë më vonë, sepse tani duhet të takoj Aleksin, se kemi ca gjëra për të bërë me Aleksin, kemi ca punë. Ne me Aleksin mbaruam punë që kishim për të bërë, edhe tani jemi duke u kthyer për në shtëpi. Po ikim në shtëpinë time, sepse Aleksia i dha një porosi kunatit të vet. Çfarë porosie i dhe? Të bëj kumpir. Aleksia donte kumpir, i ka vajtur mendja për kumpir. Edhe tha kur të vi unë i tha Emre se dua të jetë gati. Edhe Emreja i kishte marrë patatet, i kishte futur në furrë, i kishte bërë gati, thjesht tha kur të vini merrni gjërat që doni t'i mbushni, edhe t'i bëjmë gati. Patatja gati, dhe kaq. Sa bukur e kam bërë, jemi këte nga liçeni për momentin, e pas kam bërë shumë lezetshëm këtu rrugën, ja do ja t'tregoj tani. Dhe mja, ja shkallove mendjen. Ç'me veti, më të bëj? Ja, e di që mund të të shikoj nga kja. What's the password?
my leg. Sa ere mirë. Shumë ere mirë. Emre! Let's eat, you guys. Që pas ka bërë vendin, mirë. Pizza me ajke me çimimi. Jo çimimi. Bu ne? Speca me ajkë. Së kërë mori vesh. Ja ku janë edhe patatkat. Oh, sa patate madhe. Is that mine? That's mine. Na bëj një hol. Dize dritën. Aşkım. Hol yap. Ne aldık? Hol, evet. Show the people what we got. Göster. Sen göster. Jalapeno, Aha. ketçap, mısır, misir, Mhm. edhe fare. Edhe fara. Shumë fare. Shumë fara. Edhe morëm speca me ajkë, xaxhiq, misër, jalapeno, ullin, turshi, ketchup, mustard. Edhe tani të filloj punë zotëria. Të mbarojmë këto, pastaj duhet të laj, duhet pastroj kuzhinën unë që të kam për të edituar videon. Kam për të edituar videon, edhe s'kam bërë asgjë, nuk e di nëse do ja dal do ta editoj nesër në kohë. Me erdhi më në fund një pako nga Temu që kisha kaq muaj, një 2 muaj gati, që e prisja. Gjëja që me zi prisja të më vinte ishte ky tripodi që unë doja ta përdorja edhe për prit më njerë. Ore, unë doja se ishte edhe për edhe për telefon kjo. Edhe xhelik No! Mos ishte në kutia në një gjë dhe Aleksi e hodhi kutin. E hodhëm rrugës anë nga liqeni. Anyway, push thot kjo, e shtyn këtu. E shtyp hapet kështu. Unë ta qet deri në fund. Dhe pastaj hapet akoma më shumë. Të është që hapin 55 cm. Dhe unë tani, kur të dua të filmoj, edhe ta kem këtu përballë, do bëj një gjë të tillë. E shikoni juve ndryshimin tani? Që ke shtremër kjo? Se di pse është shtremër, po nejse. Ua, po shqyr. Nga kjo e voskla kalova të kjo e madhja. Tani mu të flas rehat. Aleksia, pakoja e kësaj e tripodit, mos kishte gjë ndonjë kokë tjetër më vete? Jo, ishte bosh brenda. E sigurt? Po. Okej. Se kjo supozohet ishte edhe për telefon, po nuk ka atë që të lidh që të vendos telefonin, s'kam ku e vet telefonin. Anyway, dhe gjëja tjetër që unë porosita është kjo që kishte 3 copë pluqe për të vendosur telefonin në xham, në pasqyrë. Kishte një roz, një të bardhë edhe një të zezë. Ha, këdo. Normale, do t'i futi tuart motra, normale. Nuk duam. Ndihmoj e qik tash Emrenën. Hajdo bura. Këto porosit e tjera që janë rrugës, edhe të shpresojmë që do vinë më shpejt se sa kjo, janë vetëm me kasa. Bravo zemrat e mia, bravo. Bravo. Njeri po gatuan, të lumshin duart. Tjetra po la nenët, të lumshin duart. Aleksa të malash gjithë kuzhinën taksirat. Bravo. Këtu kur të marrojmë, këtë vajnë do ta marrim edhe do ta hedhim në një kështu kavanoz. Do më lash edhe atë tenxherin, dhe ajo tenxheria është e pisët, se kam bërë pilafin aty. Në rregull. Do më lash edhe këtë. Edhe. Do më lash edhe këtë këtu, se edhe kjo është e pisët, ja prit. Qa ka ngrenë këj, mori të lume. Po ti si motra, çketi, vetëm llafin thuaj. Vetëm thuaj që i bejun edhe ja. Eme, si ta beri kunati? Kumpirin. Amita. Dur. Djalin kuzhinjer. Amita. Djali është kuzhinjer. Amita. Pa ato panallonat atje apo i kemi përsty? Yes. Panallonat e varura. Ja, Emreja, si burr që është, kështu i bën punët. Qoka je pa ma, turp. I'm going down. The next day. Hangrëm tek Banas, kishte hamburger me qofte. Emreja mori një hamburger me qofte dhe patate dhe xaxhiq.
Kurson mora vetëm një hamburger ose më saktë një bukë me patate. Piva edhe një paracetamol, mu hap kafka. Diqa nga koka. Më dhem këtu, mbarova. Hamburgerimi qëra fjalla ishte 5.000 lek. 5.000 lek, edhe ai pa qofte, edhe ai me qofte. Ama, aq më ka shijuar, ajo buka ishte aq bukur e thekur, aq mirë e thekur, sa në zemër më vajte, në zemër. Ku do vem? Ku do shkojmë? Kismet. Faleminderit. Emreja donte të merrte Dragon Breath. Ne? Sen aldın desene ya. Ayıp. Aşkım. İbleva Emres. Çok soğuk ya. Sa shpipura. Bir kura mı? Tam dhe nuk bajnë. Shumë shpipura. Mos i merrni. Në 4.000 lek të duram plera. Mora dhe një sfoljat kanoli. Shikojmë nëse do jetë e mirë apo jo. Kjo kushton 350 lek, 3.500. Më në fund arritëm në shtëpi. Aşkım, can you turn it down biraz? Dur. Volum. Dur. Te ulish pak zërin apo? Gol mu? Teşekkür ederim. Tani sapo erdhëm në shtëpi që kishim dalë andaj nga sheshi dhe dua t'ju tregoj diçka shumë të bukur. Mua përpara rreth 10 ditësh atë diçka e tillë më kishte ardhur një mesazh nga një vajzë që më ndiqte nga indjeksja ime dhe më kishte ofruar një dhuratë të vogël. Këto janë handmade edhe janë të bëra me prerje me lazer edhe të engravuara, si quhet, të gërbishtura. Nëse kanë metodën e tyre ata se si punojnë. Dhe më tha që dua të bëj një dhuratë të vogël. Më dërgoi 2 opsione dhe unë zgjodha njërin nga ato që e kam këtu. Unë shkova sot e mora tek punishtja e tyre dhe e mora vesh që së shpejti po mundohen që përpara Krishtlindjeve të hapin një dyqan të vogël që do jetë edhe për të shitur këto ornamentet e bukura, po do jetë edhe një tip bar kafene. Dhe më pëlqeu shumë si ide, mezi pres që të shkoj që ta vizitoj edhe unë. Kështu që do ju tregoj tani dhuratën. Është nga Art Zone Tirana. Do ja u vendos edhe këtu Instagramin që ta shikoni, kishte gjëra shumë të bukura dhe ti tregoj tani dhuratën time. Anisa, shumë faleminderit, të falenderoj nga zemra edhe kështu publikisht, pavarësisht se me Anisën fola edhe në mesazhe. Unë në fakt nuk e mora për vete, e mora që t'ja bëj dhuratë mamit. Se më përpara kemi marrë disa globa me emra, globa kështu që i var, si ky kuqi këtu. Dhe mami më tha, bëj edhe një glob tjetër me emrin e Emres. Puna është që unë nuk e mbaj mend se ku e kam porositur atë globin. Dhe duke qenë se Anisa më shkruajti këtë, tash okay, ishte dhurata perfekte për atë që donte mami. Tani. Shikojeni pak sa e bukur. Këtu ka të shkruar Salilari Family, normale. Ne? Dhe ka emrat e mamit, babit, Danja, Aleksa, Emre. Edhe një oxhak. Shikoni sa cute. Dhe mbrapa ka të shkruar dhe emrin e Instagramit. Nëse mund ta bëni pauzë videon tani edhe të bëni skan këtë QR kodin, do ju dal direkt Instagrami. Është shumë i bukur. Mamit që kam thënë gjë në fakt, do ja dërgoj tani, se nuk pres derisa të shkoj për vitin e ri që t'ja tregoj. Shumë faleminderit edhe një herë Anisa dhe Art Zone Tirana. The next morning. Good morning. Sot jam zgjuar me një dhimbje koke të tmerrshme, nuk e di pse. Kam që dje, tani që u zgjova,
Mu hap kafka. Nuk e di se çka ka ndodhur, nuk e di se çka kam. I di porositën për të ngrënë. Nuk është shembulli më i mirë që unë mund t'i jap, duke thënë porositën. Por realisht, më duket sikur nuk kam kohë të bëj absolutisht asgjë. Për sa i përket kuzhinës. Përgjithsesi nuk porositëm unë pak të budalliqe. Se porosita fileto pulës gare. E shoqëruar me patate të skuqura, por edhe një focacce nga Juvenilja. Juvenilja i qan focacce i bën shumë të mira, mua më pëlqen shumë. Atë pulën e hengra bashkë me patatet, kurse focaccen hengra vetëm një copë, pjesën tjetër po e marr tani me vete. Do marr edhe një çik djathtë dhe s'u do ha focacce me djathtë, kaq. Ose mbase porositë edhe ndonjë sallatë. Sot pas pune e kam në që të takoj me Rinushin, me Zipres të takoj. Rina ishte në Gjermani për ca muaj dhe kishte hedhur një ditë disa produkte që kishte marrë në supermarket. Dhe ndoshta që janë, domethënë sugjeronte për t'i blerë se janë shumë të mira. Dhe kishte hedhur gështenja të karamelizuara. U vdes për gështenja të karamelizuara dhe për herë të parë i kam marrë kur kemi shkuar në Stamboll me Marien Dorin, Elenën, Aleksien, Redionin, grupin si gjithmonë. Dhe këto i gjitha në aeroport, i gjitha aty të një nga ato dyqanet e duty free që janë ato. Kur i kam provuar, o zot sa të mira, nuk e keni iden, në qoftë se si keni provuar. Duhet i provoni pa tjetër. Dhe Rina i kishte edhe në story, edhe unë që i thash, mos që më bere, po më shkangoja lëng tani. Se mbaroj pas atyre. Dhe më tha mua kur të vi do të tjellë. Shumë të tjellë, e do po. Dhe pas të kur erdi më shkruaj ti të kam cil ato gështenjat kur do takojmë që të t'ja. Edhe lam që do takojmë sot. U takuam ne! Ka turp. Ka goxha kohë që ka bërë mungesa nga... Po, si qenë ka mund, kështu ka marrë si shelemi. Bëra flokët dje me Dyson. Unë ngrita sot në mëngjes, i kisha si lesh dje. Aq keq më janë bërë. Lere, vetëm bukur si kam. Super bukur. Ja dini kështu para? Ka tur për Rina që të dalë, se ka haruar se si është të jesh në rrjetet sociale. Ka bërë shumë mungesa. Do rikthesh prap? Ja. Do ikim do ham. Sepse Rina sa ka mbaruar palestrën, edhe pas palestrës duhet marrë energjit. Edhe ti punën, do të marrësh ti energji. Edhe unë punën, po. Ju thash që më kishte sjell gështenja Rina, ja ku janë. Do t'i hap tash të provoj. Më godit tjera. Oh, sa ere mirë. Mami! Nuk të mira. Gështenja të zdjera. A ishtë mira sa duken, a ishtë mira dhe janë. Jam duke edituar videon tani, jam këtu me laptop përpara. Edhe po shikoj që ato gështenjat mua ma kanë marrë mendje në momenti që po i provoja dhe kisha haruar të falenderoja Rinën për gështenjat. Rinush të falenderoj, më solle një gëzim në atë moment, kështu që të falenderoj nga zemra dhe të puç fort. Me Zipres të takojmë prap. Përpara se të bëjmë mbylljen e kësaj videoje, do hap agendën, se nuk e kam hapur akoma, se tash ta hapnim bashkë. Kështu që është hera parë që unë marrë një agendë. Zakonisht nuk jam tip që përdor agenda, haroj shumë, por do filloj do ta përdor, sepse e pare punës është durat, edhe e dytë e punës dua të jem pak më strukturuar, pak më organizuar me gjërat që dua të bëj në përditshmërinë time dhe mos ta haroj gjërat edhe ato që dua që i vendos qëllim vetes, dua që t'i kryej. Pas ka bërë shumë bukur këtu. Mbi re, më në fund, ajo zgjodhi veten, ndëro, planifiko, realizo. Ky është paketimi që ka bërë Reja.
Kjo kuti është shumë e bukur, do e mbaj këtë, se gjëra ta hedhësh, është shumë e mirë. Ka vendosur Rea këtë kartolinën që lexon mbi Re Studio nga njëra anë dhe nga ana tjetër lexon faleminderit që zgjodhe mbi Re Studio. Ky planer është menduar për të ndihmuar të gjesh ritmin tënd, atë që dua unë. Të organizosh me qetësi dhe të gjesh bukurinë të gjërat e përditshme. Cute. Dhe ka një paketim të tillë që unë në fakt nuk dua ta gris, se më vjen keq. Në të mbellë. Tur Britanie. Dhe ja ku nxjerrim. Oh. Pas ka dhe gjerka të tjera. Marmelina. Po hiqe çantën, hiqe. Ka një bookmarker. Okej. Lexon një fillim i ri është vetëm një faqe larg. Dhe një bookmarker tjetër. Bukuria është në detaje që nuk po bën fokus për shamet kjo kamera ime. Ka dhe 2 stikera cutesy. Një kartolin tjetër fryer nga përjashta, tundi pendet e më ndashta, mos kujto se të harova kartolinën ta dërgova. O, sa herë kam shkruar këtë poezinë nëpër kartolinat e mia. Kujtoj vitet që bënim kartolina, sa vitet bukura ishin ato. Po hiqe çantën, hiqe. Mori qesin me mandarina. Edhe po e ha shi. Çantën akoma në kuriz. Dhe kjo është agenda. Dhe kjo është agenda. Ta shikoj se çfarë ka brenda. Oh, sa e bukur. Organizimi është një formë qetësie kur gjen rend brenda ditës, gjen paqe brenda vetes. Dhe ka pastaj muajt, çfarë do bëjmë, planifikimi, plani ushqimit apo i vaktit, datat, ditat, lista. Po e kisha parë që ka edhe për çdo muaj ka vendosur edhe receta gatimi Rea, duke qenë se Rea gatuan. Ja këtu pash një mini cheesecake me qershi. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Rea, shumë faleminderit edhe shpresoj që të kesh sa më shumë sukses me agjendat e tua dhe të vazhdosh sa më shumë vite të bësh agjenda edhe të na organizosh ditët bukur. Tani më duhet ta mbyll videon, kështu që mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju put dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye! Bend the chain, 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 bend the Oh. chain. Did you wash your hands in the gym? No. Nie? Shoot! Shoot. Shoot. Tamo. Të pëlqeu? Ta dyok. Nasıl tadı yok? Normal e ngri gjysmën e mandarinave, çfarë tadı yok? Kestane mi bu? Evet, ne var? Maroni, çatayı, goodness, kastanye.